Për të parën herë pas gati 15 viteve, Sali Berisha do të paraqitet në prokurori për dhënë sqarime mbi vrasjet e 21 janarit 2011. Të premten ai është thirrur në SPAK për të pyetur si person në djeni. SPAK mori dosjen e 21 janarit pas një vendimi nga gjykata e lartë, e cila urdhëroi të hetohet roli i kryeministrit asaj kohe, ministri i të Brendshëm, kreu të Gardës dhe gjithë zyrtarëve të tjerë. Pas marrjes në pyetje të Lulzim Bashës, ish kreu të Gardës, ish kreu të policisë dhe disa zyrtarëve të tjerë, tani është radha e Berishës të japë sqarime, por a do të mbajë përgjegjësi Berisha për këto vrasje? A ka prova SPAK në dorë? Padyshim që në prokurori është dorëzuar një audio, ndërkohë që misteri më i madh është se kush i fshiu kamerat e kryeministrisë dhe a mund të rikuperohen ato. Në shtator të vitit 2011, prokuroria dërgoi për ekspertim në SBA pajisjet e serverit të kamerave të kryeministrisë. Serverat në fjalë ishin vënë në dispozicion të prokurorisë pak ditë pas ngjarjeve të dhunshme të 21 janarit. Në reagimin e parë të tij për ngjarjen e ndodhur pranë godinës së qeverisë, Sali Berisha deklaroi se kishte porositur sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Ministrave që kasetat filmike të kamerave të kryeministrisë të dorëzoheshin prokurorisë për hetimin e ngjarjes. Prokuroria megjithatë pak ditë më pas shkoi vetë te kryeministria dhe për 3 ditë pasi kqyri vendin e ngjarjes, blodhi provat e nevojshme materiale. Mes këtyre provave ishin edhe diskjet apo kasetat ku ishin hedhur imazhet e filmuara nga sistemi i kamerave të vëzhgimit të kryeministrisë.